Shqipëria ishte thjesht pika e fundit e cila derdhi kupën, pasi mos harroni. Po të marrim anën tjetër dhe Silvinjo këtë fat do kishte në rast se humte me Serbinë, ka qenë vetë presidenti Duka që në deklaratë për media ka thënë që nëse Silvinjo dështon këto kualifikuese largohet në dhjetor. Pra, ishte një sfidë e cila vendoste shumë përpos emocioneve tona, gjithçka vendoste shumë dhe fatet e dy trajnerëve, që për fatin tonë të mirë shkojnë në favor të Shqipërisë dhe të Silvinjos. A mendon që Serbia, le të themi nëse do të kishte një pjesë të lojtarëve të cilët I mungonin, mund të kishte një paraqitje mbase më të mirë në fushë? Jo, sepse Serbia kur e nisi këtë grup me ne, ishte favorite absolute për të kualifikuar e dyta, pasi në emra kishte lojtarë shumë më të mirë dhe ishte një kombëtare shumë e mirë. E vërtet. Çfarë ndodhi? Në sfidën e Errol Benjas tu në Shqipëri, kombëtarja shqiptare surprizoi duke bërë një lojë shumë më të mirë se çpritej. Humbëm 11 metrëshin me Rej Manajn. Por treguam që ishim në nivel shumë të mirë. Logjikisht, përballja me Serbinë në Leskovac do të ishte prapë më e vështirë pasi luani në transfert. Dhe diferenca ditën të shtunën u bë vetëm në aspektin psikologjik në atë çfarë unë arrita të shoh nga sfida. Pse? Në pjesën e parë, kombëtarja serbe I ruajti disi, po themi parashikimet duke u paraqitur më mirë në fushën e lojës. Ishin ata që dominuan më shumë pjesën e parë, I shkuan më pranë golit. Çfarë ndodhi? Goli I Reimanajt në një sfidë kaq të rëndësishme se është tamam derbi I Ballkanit dhe këto derbi ju e dini që më shumë luhen psikologjikisht sesa fizikisht. E vërtetë është. Goli I Reimanajt I shkatroi psikologjikisht në pjesën e dytë kombëtaren serbe dhe besoj e vutret e ju pasimet e tyre ishin shumë të gabuara, ndërsa kombëtarja jon po luante me një thjeshtësi aq të madhe sa sikur të ishte Barcelona e 2010-s, pasimet sakta, të shpejta, të sakta. Gjithsesi fillimi I ndeshjes ishte gjithkohës tek porta jon. Po, fillimin e ndeshjes ishte në favor Serbisë, por mbase ne shënuam golin, aspekti psikologjik erdhi I tërë në favorin ton. Serbët kishin presionin për të shënuar dhe për të barazuar të paktën, ndërsa ne luanim shumë më të qetë. Siç u thash, gjenim shumë kollaj njëri tjetrin, ishin serbët që dhe në topat e dytë nuk po mundin dot të merrnin të kapnin topat në mesfush, pasi presingu ishte shumë I lartë të Shqipërisë. Gjithçka erdhi në favorin ton në aspektin psikologjik. Nga ana tjetër, të 11 lojtarët në fushë dhe ata që erdhën zëvendësues dhe atë maksimumin e tyre fizikisht dhe emocionalisht, pra ishin të gjithë në nivelin e duhur në atë sfidë, edhe trajneri Silvinjo duhet thënë që surprizoi disi me 11 titullare vetëm në aspektin e krahut të majt dhe në qendër. Pra, Myrto Uzuni nuk pritej në krahun e majt. Përpara sfidës, 2-3 ditë para, balotazhi vetëm ishte Arbër Hoxha, I cili kishte pasur një formë shumë të mirë me Dinamon e Zagrebit, apo Nedim Bajrami që I ka pasur pronë të tij në krahun e majt. Por Silvinjo surprizoi me Uzunin, I cili bëri shumë mirë, jo vetëm në aspektin sulmues, por Uzuni ishte shumë edhe në aspektin mbrojtjes duke ndihmuar mitar. A zgënjeu Broja në këtë ndeshje? Askush nuk zgënjeu në këtë ndeshje. Askush nuk zgënjeu sepse Broja, duke qenë se aktivizohet në kampionatin anglez, është ndër ata lojtarët më fizik që ne kemi në kombëtaren ton. Por nga ana tjetër mos harroni që Broja me Burnley këtë sezon nuk ka marrë minutazhin e duhur për shkak se vjen 2 vite e ca nga dëmtime të një pas njëshme. Broja nuk mund të mbajë dot rendimentin 90 minuta. Dhe për këtë arsye ishte edhe zëvendësimi I Silvinjos ndaj Brojës në pjesën e dytë. Pra kaloi Uzuni në krahun e djathtë dhe ishte Arbër Hoxha që mori krahun e majt. Që ishte lexim taktik, ishte Uzuni përsëri për të mbuluar mbrojtjen dhe Hoxha që për të shfrytzuar shpejtësinë e tij për kundërshtuar. Por Broja sigurisht nuk zgënjeu pasi e thën troç aq sa kishte dha. Nuk është se mbati diçka për vete. Në aspektin fizik ishte ai që në fillim të sfidës mori shumë mbrojtësa, I konsumoi fizikisht ata dhe mbasi vet u konsumua fizikisht, pasi siç e tham, nuk ka minutazhin e duhur në këmbë për të pasur 90 minuta, mbasi vet u konsumua fizikisht, u zëvendësua duke larguar fushën e lojës me nuk shënoi dot, nuk dha asistime, por ishte I rëndësishëm ashtu si 10 të tjerë në fushën e lojës. Kush ishte më I miri sipas teje në fushën e lojës? Këtë e kam pak të vështirë për të përgjigjem Rej sepse nuk e ndoqa dot sfidën 90 minuta me detaje, pasi isha në shesh dhe isha aty me ata tërkohës duke reaguar, por të thënë vërtetën kam dëgjuar shumë fjalë të mira për gjithë lojtarët tanë, Erseid Hysa dëgjova fjalë të mira, Mario Mita I pagabueshëm, Ajeti me Gjimshitin në qendër, sidomos për Ajetin shumë fjalë të mira kam dëgjuar pasi është e çuditshme, thoshte se si lojtar luan në Turqi dhe arriti të neutralizonte Vlahovic që luan te Juventusi në Serie A. Apo Mitrovic që ka qenë një sulmues. Apo Mitrovic I cili vinte nga një 3 golësh me Andorrën pikërisht në Leskovac dhe përpara sfidës thoshte që këtu kemi fat, jemi mirë, nuk njohim humbje. Që tek Ajeti u duk sikur do bënte Ajeti golin fakt, se ishte fiks në këmbën e tij, por ishte mirë se shkoi fiks asi për Reimanaj. Ishte në minutazhin e dur dhe pastaj gjithashtu mes fusha Julian Sheu që ka marrë vendin e titullarit, një motor në mesfush Qazim Laçi I pandalshëm. Kristian Aslani është ai lojtar I cili ndoshta ka marrë pak disi
kritika për aspektin sepse bëri keq, por kritika që shqiptarët kanë ndaj Aslanit është fakti sepse kanë shumë besim tek ai lojtar dhe pse nuk e ke frymzuar akoma më shumë me fushën e Shqipërisë, paktën këto ishin dhe kritikat që të ketë 100% e tij dhe ne e dimë që potenciali i tij është shumë më shumë se ç'ka dhënë për momentin. Por jam i sigurt që me minutat që do të marrë tek Torino këtë sezon, sigurisht edhe Aslani do të kapi formën e tij maksimale. Do të ndikojë Bajramit në aspekt psikologjik ai rasti që humbi? Nuk ndikon sepse fituam. Nëse do të kishim barazuar në fund, çfarë do ndodhte me Bajramin nëse do ishte 1-1 ndeshje për shembull dhe në atë me Bajramin do të ndodhte ajo që ndodhi me Erseid hyjsa në Europian dhe ajo që ndodhi me Rejmanaj pas Serbisë. Sigurisht do të kishin po themi një sulm të publikut ndaj tij në rast se ne do të barazonim. Për fat të mirë nuk ndodhi kjo gjë, por do të ishte më pas në dorën e Bajramit, nëse do të merrte rrugët e Hysajt dhe Manajt, pra sepse po jo bëj pak një kronologji, Hysa mbas Europianit u kritikua ai shumë, por ishte ai lojtar që të kualifikuese, është i frikshëm në krah në djathtë në aspektin pozitiv. Rejmana u sulmua shumë për penaltinë e humbur, shënoi golin në minutën eksakte, perfeksion, që në minutën eksakte që e humbi në Albania shënoi atje me një super gol. Ajo ka qenë koincidencë e frikshme. Pra dy lojtarë që janë kritikuar më shumë kanë reaguar në mënyrën më të mirë të mundshme.